Mirë se vinin për jetimet pa shprehuna, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Sot kam kënaqësinë me pas një musafir të veçantë, dikë që ka ndikuar në botën e psikoterapisë në Kosovë dhe që ka ndihmuar shumë njerëz me gjetë rrugën drejt vetdijes dhe balancës së brendshme. Është psikolog, psikoterapeut dhe një nga emrat më të njohur në fushën e shëndetit mendor, Enver Çesko. Bashkë me të, sot do të hulumtojmë botën e emocioneve të pashprehuna, procesin e vetdijes dhe reflektimit, si dhe mënyrën se si mundemi me u lidh më thellë me veten tonë. Profesor, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit shumë. Me majt një ekuilibër mes detyrave të përditshme dhe nevojës për qetësi shpirtërore është një sfidë që kërkon ndërgjegjësim e përkushtim. Qysh e mban ti ekuilibrin mes përgjegjësive të përditshme edhe nevojës për përmbushje të brendshme? Dita jeme fillon kështu. Mas pari japi rëndësi aspektit shpirtëror. Aspekti shpirtëror do thot unë me qenë me krijuesin tem. Dhe kjo është hapi i parë. Çdo mëngjes kur zgjohesh, unë së paku kur zgjona, falenderoj që jam zgju, jam gjallë, okay? Dhe pastaj një prej aspektit për krijuesin tem që i du është që t'i bëj të kry obligimin tem të cilën e kam. Dhe ajo është namazi i sabahit. Më pastaj, masi që atë e bëj, unë kam edhe disa gjëra tjera të cilat tash edhe për shpirtin tem, por në të njëjtin kohë edhe për shëndetin tem, por edhe për trupin tem. Dhe këto janë ushtrimet e mia të cilat unë i bëj. Ndonjëherë i bëj 5 minuta, ndonjëherë i bëj 20 minuta, varësisht se si kërkon trupi jam. Unë ndëgjoj trupin tim. Dhe pastaj, përveç ushtrimeve që i bëj për veten time, janë disa meditimet, janë disa ushtrime të zgjatjes. Dhe pastaj, për trupin tim, që ka të bëj për shëndetin tim, kjo është nevoja bazike. Kujdesem se çka dona me hangër, çka dona me pi, dhe pastaj unë programin tem startoj me punë e përditshme të cilat i kam. E kam edhe një që në këto 10 vitet e fundit, jo 10, po 11 vitet e fundit, po më duket se që kujdesem pak edhe për dy gjëra, edhe në aspektin shpirtëror, por edhe në aspektin e mbrojtjes së natyrës. Sepse mbrojtja e natyrës për mu do thot këtë kosmos që ka krijuesi jon. Ne po e shfrytëzojmë, por duhet me di se si ne e shfrytëzojmë. Qa po du me thonë me këte? E kam një tokë, edhe aty vete kultivoj. Dhe kjo ka të bëj, pra kultivoj, e mbjedhi domate, speca, tranguj, magdanoze, kopër, spanace, purie. Këto e kam një afër 3 ari, të cilën vetë i punoj dhe vetë mbjedhi. Plus edhe farat i bëj vetë. Pra i ruj prej viteve të kalume, i ruj dhe pastaj i vendosin në për këto safat e vogla, e bëj një serë të vogël derisa fidanet dalën dhe pastaj fidanet e marrë dhe qesi. Dhe kjo mu shumë po më ndihmon për shkak se po e mën këtë farë ekuilibrin tim, këtë farë balancin tim, për shkak se kemi arë prej tokë, do të shkojmë në tokë. Dhe kur e përfundoj unë për shembull punët e mia në kopsht në bashën time, unë e shtrina në tokë një herë, për me e ndisë sepse edhe energjia nga toka është që e merr në trupin tim. Dhe kjo është një gjë vërtet e pa shpjegueshme çush unë e ndi në veten time. Nëse bëhet pyetje e që shpesh më bëjnë familjarët e mi pyetje, a dhe se je lodh? Unë vërtet akoma nuk po e ndi kur farë lodhje. Fizike e kam fjalën.
Nuk ka kur farë lodhe. Dhe shumë ma me pasion, ku për duhet me shku në punë, me punën me pacientët e mija, apo me trajnimet e mija, me ligjëratat e mija, shumë me pasion, po e bëj, se sa për shamu kur nuk e kam. Shamu koha e dimni që është, kur s'ke si me dalë në kopsht, atër pak është ma ndryshe se sa kur vjen koha e pranvenës, kur veç jeti. Okay? Atër, kjo është ajo që unë e maj ekuilibrin tim. Plus edhe kam ato ritualet e mia të cilat unë për stilin tem të kujdeset për shëndetin tem 2 herë në javë unë shkoj në not nga 1 orë e gjys 1500 metra notoj pa ndërpre edhe këtë e maj për shkak të trupit tem edhe për shkak të kthjetësisë së trurit tem. Kjo është ajo balansi si unë e maj këtë balans. Kjo nuk është asgjë sekrete. Unë këtë e proklamoj edhe çdo kujt aty japi. Kjo nuk është recet sekret, kjo është një recet të cilën unë me vitet e tëra praktikoj edhe shëqër Zotit nuk kam ndonjë ankesë dhe vazhdoj jetën time. Unë di për shembull me punu kur shkoj jashtë me majt ligjëratat apo trajnimet e mia, punoj nga 13, ndonjëherë e di 10 ditë kam punu 16 orë pa unal. Vetëm gjysmë ora kam pas pushim, diçka me ngrën 16 orë. Kjo është ai balanci që unë jam i kënaqur me veten time, deri me tani nuk kam ndonjë ankesë të madhe. Profesor, ju keni nisë rrugtimin tuaj në psikologji dhe tashmë jeni një ndër figurat më të njohura të psikoterapisë. A mundesh me na tregu se çysh ka rrjedhë ky rrugtim i juaj? Po, ka qenë një rrugtim pak më i gjatë, për shkak se unë pas përfundimit të shkollës së mesme kam dashur me shku me studiu psikologji në Universitetin e Zagrebit, në Kroaci, dhe isha përgatitur për provim pranues dhe fatkeqësisht nuk kam mujt mu pranu për pikat shumë pak pika dhe u demoralizova për shkak se pushimet verore unë i kisha përkushtu përgatitjes për provimin pranues dhe fatkeqësisht nuk u bë. Dhe pastaj u ktheva, u detyrova mu kthy dhe i thash vetes që sërish unë vitin tjetër do të konkurroj. Mirë po për mos me mbet kështu kot në për rrugë, thash të regjistroj shkollën e lartë pedagogjike për gjuhën angleze. Dhe regjistrova dhe viti parë shkoj shumë mirë. Me kohë në afat i dhash të gjitha provimet edhe mendova atë përfundoj edhe një vit dhe pastaj ndoshta në vitin kur e përfundoj me atë diplomën e shkollës së lartë mund të regjistrohem pa provim pranues. Okay? Dhe ashtu vendosa, sërish e përfundova vitin edhe shkolla në Zagreb, sërish po prapse prap ka pas asnjë provim pranues. Dhe derisa unë e dorëzova dokumentet për me apliku, u ktheva ka Sarajeva, ku kam pas një shok dhe thash të vizitoj atë shok. Dhe në bisedë sipër në Sarajev, ai më tha që edhe këtu tha në Sarajev ka tha fakulteti filozofik për psikologji, tha po do të shkojmë atje. Dhe unë thash okay, hajde po shkojmë. Kur shkum atje, u interesova shkolla të referenti dhe tha veti mu se çka ke përfundume, thash e kam shkollën e lartë, tha ti mundesh më regjistru me njëherë, tha edhe 2 ose 3 provime kanë me ju pranu, tha ti mundesh me startu prej semestrit të dytë. Unë u gëzova edhe me njëherë dokumentet e lash edhe në Universitetin e Sarajevës dhe ma nuk u shkova ma në Zagreb. Dhe startova me Sarajevën. Pastaj atje 4 vite
kanë qenë mirë, po unë kam qenë pak ma i dallum prej studentëve dhe me kohë i kam përfundu këto provimet, edhe diplomimin kam pas në qershor. Pra, thjesht afati rekord ka qenë, në qershor unë kam mbrojt edhe temën e diplomës. Dhe përfundova. Pastaj vazhdova dhe masterin dhe përfundova dhe masterin në Sarajevo. Dhe pastaj aplikova dhe u pranova atje në Beograd dhe vazhdova rrugtimin tem edhe për 4 vite në Beograd. Një ekip që kisha ardhur prej Washington DC-s, prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Kosovë kanë marrë trajnime për traumat e luftës. Dhe unë me bashkë me disa kolegë të këtu në Kosovë, në Prishtinë, kemi marrë pjesë dhe edhe për 4 vite ata prej Washington DC-s ka qenë qendra për mjekësia mendje trup, kanë marrë trajnime dhe na jemi kvalifikuar si trajnerët për me trajnu edhe në shëndetin mendor ekspertët. Unë pata shku një muj ditë në Washington DC, ku atje mi dhanë mu këtë referencen dhe unë aplikova. Kur aplikova në mu bo i licencum psikoterapist trupor, ata më thanë që si duhet dikush ndoni shtet ty me të përkra që ti vërtet i plotson kushtet si psikoterapist trupor. Edhe më thanë që mundesh me shkujt në Beogradit. Unë thash jo, në Beogradit nuk mundem, sepse ata nuk më japin mu. Atëherë dul një koleg prej Gjermanisë dhe prej ata thanë që ne të pranojmë ty, por është një kush që ti dush me qenë 1 vjet antar në shoqatën gjermane për psikoterapi trupore. Dhe kjo ka qenë edhe një sfidë tjetër, që tash unë dash me prit edhe 1 vjet, edhe u antarsova dhe u bona antar i shoqatës së psikoterapeutëve trupor të Gjermanisë. 1 vit. Mas asaj, ata më shkruan referencën që unë i plotësoj gjitha kushtet dhe e kanë dërgu dokumentacionin tem me rekomandim të shoqatës evropiane për psikoterapi trupore që unë jam të kem atë licencën si antar full member, pra i plot. Dhe kjo ka qenë në vitin 2001. Dhe prej 2001-s unë pastaj fillova edhe me disa trajnime ku po mduket se trajnimet e para këtu në Kosovë unë i kam hapë në vitin 2003 në psikoterapin trupore, ku tani ma po mduket se jemi diku rreth 10 u bonën 10 antar të plot të akredituar nga shoqata evropiane për psikoterapi, dhe rrugtimi jam pastaj ka filluar dhe ka vazhduar në për shumë shtete tjera të cilat akoma jam duke mbajtur trajnime në psikoterapin trupore, por jo vetëm në psikoterapin trupore, edhe prej çësive tjera. Në aspekt ligjor, profesor, çu qëndron psikoterapia të na edhe a pritet që në një të ardhme të afërt të njihet si profesion i darë prej psikologjisë? A dini si, deri me tani unë si antari shoqatës evropiane për psikoterapi, antari bordit që jam, edhe që udhëheqi komitetin për me njoftë dhe me publiku risit edhe këto hulumtimet e reja në fushën e psikoterapisë. Deri më tani vetëm 11 shtete në Evropë, për 28 shteteve, që janë antar në shoqatën evropiane për psikoterapi, në vetëm 11 shtete kanë ligjin. Pra, jo të gjitha shtetet që i kanë. Problemin kryesor qëndron pse ligji nuk po bëhet në shtete, qëndron për shkak të pengesës nga ana e psikiatrëve dhe nga ana e psikologëve klinik. Për shkak se
Kjo e ka një histori që nga Freudi, nga psikoanaliza. Dhe kjo është një obstruksion, një pengesë e madhe që psikiatrët dhe psikologët klinik mendojnë që vetëm ata janë të aftë dhe vetëm ata duhet të miren me psikoterapi. Por sot psikoterapia është një shkencë në vete, është profesion në vete, të cilën më në fund, para 2 viteve, kemi arrit, si shoqata evropiane për psikoterapi, kemi arrit që të kemi edhe ne kodin të ketë si një profesion në vete të pavarur të jetë. Por tani duhet tash jashtë procedurat në Parlamentin Evropian për shëndetin mendor, që edhe ata të aprovojnë këtë në mënyrë që atëherë psikoterapia të nifet në gjitha strukturat ndërkombëtare për profesione që ka dhe kodin e vet të nifet si profesion i pavarur, profesion në vete. Te ne në Kosovë punë shkojnë pak më me ngadalë edhe me vështërsi, për shkak se po m'duket se ne jemi pak popull euforik, taman fillojmë diçka, wow, bëhet, dhe mandej ku duhet për shembull me në praktik, atëherë të gjitha shuhen dhe çdo kush fillon të bën atë çka don vet me i bë. Por po shpresoj që për një kohë ka lëvizje edhe te ne në Kosovë. Mund kujtohet për shembull vitet 80-ta apo vitet 90-ta, kur unë përmendça për herë të parë psikoterapin, njerëzit thoshin, mjek thoshin se çka është kjo aty. Kjo është një bisedë e thjeshtë, të cilën edhe nëpër odat tona pleq tan kanë bo, kur gjasa është diçka e re aty. Por tani ka fillu të vedisohet edhe populanta, por të vedisohen edhe profesionistët, të cilët tani edhe në studimet në psikologji, por edhe në mjekësi, në psikiatri, kanë lëndën nga psikoterapia, që do të thotë se psikoterapia veç ka hy në jetën tonë të përditshme si ndryshe dhe e veçantë nga psikiatria edhe psikologjia. Profesor, shpesh marrim mrena vetës pjesë që nuk i kallëzojmë kërkujt. Ndoshta prej frikës, prej turpit, ose thjesht pse nuk jemi gati me i pa ato çashtu qysh janë. A ka ndonjë pjesë vetës që e kemi shef prej tjerëve, ndoshta edhe prej vetës, pse mendon që e ke ndjetë nevojshme? Me siguri ka, e tash më detyrova që të kthena pak mrapa, të shkoj pak në fëmijërinë time. Kështu, une kam lind në të vërtet, lindja është bo në Prizren, por shtatzania ka kalu e nanës, në kur unë kam qenë kur familja jeme, prindrit e mi kanë qenë mësus në një katun të Suarekës, si mësus të parë në atë kohë, vitet 56, 1956, dhe une shpesher i thom që unë jam katundar, djali që ka lind në katund, okay? Edhe këtë nuk e më shefi, pavarësisht që për shembull janë gjëra që qështi je regjistru në Prizren, familja në kretë në Prizren, po veç deri në moshën 7 vjeç e kam kujtimet aq të mira që nëse kish mundësi, e di që nuk ka mundësi, është e pamundur, por me pas kthy mbrapa në ato vitet aty, kur une dilsha me fëmijë tjerë, vrapojshim në livadhe, gjelbrim, po ai gjelbrimi që ka qenë tani ma nuk pumi me pa askund. Edhe ajo qaj ajri i fshatit, edhe kur vrapojsha, unë kam pas shumë dëshirë me lyt
me top, futboll. Edhe në atë kohë, vitet 60-ta, në katun nuk ka pas mundësi për shembull me pas top me ble, okay? Edhe unë i mbledhsha këto leckat të teshave të ndryshme, të maicave të ndryshme, dhe e lidhsha dysha të bësha si këto pa di. Edhe gjujsha, edhe çtu vrapojsha. Njëherë në qatë mosh, për me bo një top, unë pa ta marrë një atëherë thoshin loke, një grua plak. Edhe shkojsha te nëna lok, na e thoshim nëna lok, shkova te nëna lok, edhe dy qysh meta pa topa, di qysh e çka. Pa ta fillu njerë me bo me do gazeta, me do letra, po u shpërndan. Edhe çka bona, ka pas ajo nëna lok, ka pas shamin. Edhe unë nga mrapa, ajo ishte të bo të pjek në prush bukën. Edhe unë ajo nxet që ishte, asaj i ka arë nxet, edhe i ka hek pak shamin. Edhe unë shkova, e pash që aty kish lan, edhe mora atë shamin, edhe fillova me bo si top, edhe dy që e lidha, edhe pas të ika. Edhe ajo kish dal, edhe s'ka shami, s'ka. Unë s'pe tregoj edhe për rrujat shami, baba dhe nana kanë qenë në shkollë, kishin shkollë, dhe mramje, erdhën edhe se na hajshim bukë nëna lok, që aty edhe flejshim. Edhe ajo thot asi, ato plaka që shkan qef, mësus, qka u bo? Thot nëna lok, thot, shami e s'pëdi ku kam lanë, zari jam plak, kam haru, kam lanë diku s'pëdi ku kam lanë. Tash unë e shuj, mos me tregu, as baba s'pëdin, as une. Okay? E unë e kësha lidh atë, e kësha po si fon topit ati. Edhe nuk po e tregoj ati. Edhe tash u afrohet te nana ati, vetëm se kam pas pak një dhoj, a mund të qujmë në atë ko frik, apo frik respekt prej babës, okay? Por që e disha një gjatë që nuk bën, në kishte mësu edhe baba edhe nana, zbon me gënyu, zbon me rejt. Okay? Por une, a qume, thojsha vetës, nëse i thom, une kam marë, atër kanë me bërtit mu. Nëse nuk i tregoj, atër ka me thanë që, unë po gënjej. Edhe unë e nala ata në vetën teme, nuk i tregova. Sa shkoj ajo nëna lok, u bo koha për me ramë në gjumë me fletë ati, unë e nanës teme u afrova, sepse në atë ko nuk ka pas shtrat, por kanë qenë toka me dhe ka qenë, nësi, por ka qenë pej kashte. Edhe një qilim u konë, tepi jo, por formë qilimi ati, por edhe që aty toka edhe një farë sëngjeri ati, që aty flishim në ati. Edhe unë topin, që ato që kisha bo, si top, unë e majsha me vete. Edhe kur shkova me flet, i thash nanës, nana, unë e kam marrë shamin e nanës lok. A më bërtet mu, mos i trego babës, atër thosha babi, mos i trego babit. A ti ke marra? Edhe thaj tash flej, dhe pas taj nesër e këqyrim. Edhe shkon ja kthen nanës lok ati. Edhe kështu që në mëngjes, unë asi shkova te nana lok edhe thash që nana lok unë e kam gjithë shamin tënde, por kur e kam gjithë shamin tënde, unë e kam bo si top edhe kam lyt pak me top. E s'kam dash me tregu ty sepse ti kishe me mnal, atër unë kisha me met pa top ati. Edhe nana lok tha si, po të falit që të shami ty, edhe me që top, kemi luti tankon ati. Kë ka qenë shumë një gjë interesante. Por ma vonë, në kohën e pubertetit edhe adolescencës, po ashtu ka një moment të cilën nuk jam i sigur të kam pas nda këtë moment edhe me gruën teme, kur kjo është hera parë që për i të regoj për prijetimet e mia si i ri në moshën e rinis. Ndoshta është mirë edhe që për i të regoj ati, sepse le dijen gjërat të cilat dhe njerëzit
e majnë në vete, nuk dojnë me shpre. Kam qenë në vitin e dytë në gjimnaz edhe të them të drejtën ka pas pëlqy një vajzë. Edhe por që kurse si nuk kam mujt me arrit për shkak se kështu Zoti pas ka falë mua, dhe ndoshta edhe për shkak gjeneve andi. Unë kam qenë në klasën time një djalosh me gjatësi ma i shkurt. Çak edhe në krahasim me femnat. Po. Edhe kur shokët e mi të klasës edhe klasave tjera dilshin me qika, me vajza, kalojshin, unë mësojsha. Edhe unë nuk kam pasur, kur kush nuk afroj për femnave, nuk afroj të unë ati. Edhe kam pas zili. Edhe fillova me mendu, thash, qysh unë me i bo një vajzë, që edhe unë me ndi atë farë ndjenjën si duket për shembull çfarë janë ato ndjenjat kur je ti shoqërohesh me një vajzë aty. Edhe mendova thash asi. E di që shumica nuk po bëjnë detyrat dhe vinë në shkollë, në klasë pa e bërë detyrat. Edhe shumica vinë edhe lipin për me e ndim. U i thash vetës, nëse vjen ndaj femën, ndaj vajzë, unë kam e thanë, a bona unë edhe ti me bon një gjiro njerë mas pari, kështu me shti dorën, si kur burë e grua që, të martum që janë, me shti, edhe me bon një gjiro. Atër unë kam e dhanë detyrat. Edhe që kjo formull dhezi. Edhe e di që të ndjenën une, sa kam pas, 16-17 vjeç, okay? Ajo ndjenja që, edhe unë jam me një vajzë, okay? Këtë pak herë i kam tregu, nuk jam e sigurt a kam shpre, po më duket se para një kohë e kam përmend njëherë djalit para martesës së tij aty. E kam përmend njëherë aty. Por shumë rrallë janë këto gjëra të cilat asi unë i përmendi, por çdo herë që ndi në veten time që kam nevojë këtme, edhe ndina sikur polirona, sepse ka dikush që mundet me e kuptu. Dhe në këtë mënyrë, kur unë po e shpaleu si këto, po më duket se jam para një pasqyre të cilën po du me i pa vetën ta me çfarë kam qenë. Edhe kjo edhe në aspektin emocional, por edhe në aspektin e personalitetit dhe asaj të vetës, në një mënyrë shumë e relakson edhe e balancon atë që nuk e man në brenda pikërisht ato ndjenjat që i kemi ne. Sinqeriteti me veten është një prej formave më të larta të guximit, se lyp me u përballë me të vërtetën pa frikë. Kur mendon që e ke pas ti këtë përballje me vetveten edhe çka të ka shtyr me pa të vërtetën tonë dhe pa filtra? A dini si ka momente të cilat kur jenë me veten tënde kur dëshiron me thonë diçka, por nga mrendia vijnë disa signale të cilat a duna unë tani me e fol para çdo kujt, apo duna me i tregu pak në vija të trasha. Dhe pastaj kur po analizoj që është koha e dur unë që të tregoj atë farë sinqeritetin të cilën e kam pretu, apo ndoshta mund të jetë ndonjë keq interpretim nga të tjerët që ndëgjojnë, sepse ne njerëzit zakonisht për shembull dinë me qenë kureshtar dhe dëshirojnë me shpu me ca pyetje dhe dojmë ditë edhe bajnë pyetje për shembull thonë, po çka ka pas diçka tjetër. Shembulli konkret për shembull, unë javën e kaluar kesh në skim edhe me ato
radio lidhjet po folim edhe po na vesin si jeni a keni mbrijat në maje, edhe po thot unë isha me djalin edhe me vajzën, kurse shoqja mbet me nusën, edhe tash po folim me radio lidhje dhe po thot asi, këqyre babin apo bisedon me najkon ade, edhe thash pse babin po vetni, pse babi ku shkon babi, gjen diken që flet me dikën ade, ose tregon ndaj send, ose dikush vet babin ade. Unë po them, qa me bo që njerëzit po afrohen, ndoshta energjia eme po të rjek aty, dhe tash, qa ka aty në atë farë sinceritetin, sepse unë po e shprehi atë e vërtet se çka po ndi. Edhe a kam frikë ndonjëherë nga ajo që mos me tregu atë farë sinceritetin tem, nuk e di, por nuk kam dyshime në vetën time, por as që kam frikë nga ajo që a me tregu atë sinceritet, apo fare apo me e mblu në një mënyrë, sepse e di nga psikologjia që nëse mblohet diçka, ajo gjithmonë diku ka me dal në shesh, ka me shpërthy, prandaj mund të thënë që jam pak ma direkt, po ashtu edhe me studentët, kam qenë edhe i thom, ndoshta pa pardon, ndoshta thom thom që qëto është kjo puna, Edhe njëherë më ka pas ndodhur në mbledhjet e bordit në shoqatën botërore për psikoterapi, pata kundërshtu diçka, edhe e di që disa shok që ishin me mu, më shohin me bryl, ma mos reago, unë vlojsha mbranda, dhe thosha vetes që jo, pse mos me reagu, sepse po di që diçka nuk është e vërteta, dhe pse po dojnë me i bo, edhe unë i bona pyetjen thash asi, nëse është që kjo e vërtet që ju po thoni, atëherë na po duka me qitë ka një flaster në gojën tonë, edhe një sy me mblu, si ata që kanë strabizmin, edhe një vesh, me qitë aparatin. Po pse po thush kështu? Po thomë për shkak se atë kam pa që nuk është ashtu, edhe kam digju dhe kam lexu që nuk është e tillë. Prandaj kam reagu. E di që ndoshta çdo herë nuk është mirë me reagu, por unë jam i thari asaj që mlefin mos me majt mrenda. Por a duhet me gjetë momentin edhe kohën e duhur, edhe vendin e duhur, por edhe me personat e duhur, a duhet me gjetë momentin? Po, ashtu, duhet me gjetë momentin, por ndonjëherë kur mushet ajo kupa, atëherë pse vlla unë me majt asi mbrenda, pse unë mu smuk, ma mirë në smuk dikush tjetër se sa unë mu smuk. Kjo është ajo filozofia jam, të cilën mu çka më pëlqen, unë e maj për vete, Unë shkoj për shembull mund e marr te ju edhe me net, edhe ju nëse pritni më gostitni me një çaj ose me një kafe, nëse mu nuk më pijet, unë kam e kthy, edhe i kthej. Edhe pa pardon i kthej, them që faleminderit që më ke bo, por unë s'du çaj, po a mundesh me pru një gotë ujë aty, Se kjo ka herë ndodh për shembull edhe me shoqën time kur shkojmë diku për mysafir ndaj kujt e di që na dulëm për shtëpisë, kemi pi çaj, dhe shkojmë për shembull për vizitë, edhe hiç pa vet, edhe na sjell çaj me tabull, nusja, unë them jo faleminderit, jo s'po du. Shoqja ime thot, po hajde se ka pru gruaja, s'ban me kthy, kiameti s'bëhet një çaj. Am ka vetë thomune që a po du çaj, as po du çaj? Edhe çka ka të thosh? Kjo është ajo që pse unë me prish lukthin tem kur mundet me derë një gotë çajit aty. Kjo është ajo. Dhe jeta është e tillë Na në jetën tonë ballafaqohemi me situata të ndryshme. Prandaj pse na me marr diçka që nuk i takon neve aty. Gjatë jetës, gjithmonë jemi në një proces rritjeje. Çdo verzioni joni i kaluam na çon drejt një verzioni më të mirë e më të pjekun.
Qysh kanë qenë këto etapa për ty edhe? Qysh i kite i kalu ti këto verzionet vetës tënde dhe a mendon që je në verzionin tënë më të mirë aktualisht në fazën ku je? Po, gjithsesi, sepse njeriu prej lindjes deri në vdekje, deri në frymën e fundit, zhvillohet, ndryshohet dhe që ky ndryshim sjell edhe transformime të ndryshme. Unë nuk mendoj që pavarësisht që jam në moshën 67 vjeç, kam bo shumë transformime dhe ma nuk ka, jo, por gjithmonë ka pas, edhe unë i besoj asaj që edhe kam e pas, edhe duhet me e pas. Për shkak se çdo investim, sado i vogël, edhe në këtë moshë, që sipas literaturave konsiderohet se mosha fillimi i moshës së pleqërisë, por që unë këtë nuk e pranoj, sepse si me e pranu kur vetën nuk pe ndi që aty, prandej për vetën teme unë atë nuk e pranoj, sepse jam një person që e ndi, s'ka nevoj kërkush me më thanë mu, por unë me rëndësi është me thanë unë për vetën time që jam person që du me zhvillu, me updateu, me shtu gjëra të reja, me pas kreativitet dhe me zhvillu. Por për këtë zhvillim dhe për këtë kreativitet duhet shumë gjëra me sfidu. Çak edhe bile pse jo edhe ndonjëherë edhe me rreziku disa gjëra të tjera, por rrezikimi duhet të jetë me koshiencë. Pra thjesht duhet me pas një arsye. Unë mendoj që një njeri që jeton, nëse nuk e ka një qëllim në jetën e vet, për mu nuk e di për çka jeton çaj person. Pra thjesht e para është që dush mas pari me njoft vetën tënde, me ditë se kush je. E dyta është pastaj me pas një qëllim për me dhënë një kuptim për ç'të jetë. Dhe pastaj fillon me shku me kalu në për etapa të zhvillimit. Por që etapat të zhvillimit kanë të bëjnë me sfidat të ndryshme, që e ka edhe ngritjet e veta, por ka edhe ulljet e veta. Pra, çto ulljet mund të mos demoralizojnë neve, por thjesht të japin çytje që ne të bëjmë diçka tjetër, diçka më ndryshe. Edhe pastaj, kur çto sfidat ne në jetën tonë e sfidojmë, por me koshiencën tonë, okay, atëherë ne fillojmë me i bë ca ndryshime. Dhe automatikisht në mënyrë vetë ju ka me ardhur deri tek zhvillimi. Dhe që ky zhvillim është si një çark parkour, që s'ka të ndalet. Në momentin prej lindjes, pra kur fëmia lind, del nga barku i nanës dhe fillon me qajt, që e merr këtë ajër, dhe në momentin kur ne e përfundojmë jetën, pra frymën e fundit, është zhvillim. Prandaj nëse mendoj që çfarë kisha me transformu nga e kaluara, unë mendoj që unë çdo ditë, çdo herë, çdo moment duna me bë transformime. Nëse diçka nuk jep rezultate, unë duna me bë një rezultat tjetër. Më kujtohet për shembull unë kur kam fillu në moshën 32 vjeçare, kam shku në Beograd me mu eduku në psikoterapin trupore. Ajo ka qenë një sfidë. Janë vitet 94, 5, 6, 7. Dhe ato krizat politike këtu në Kosovë dhe në përgjithësi në ish Jugosllavi. Edhe më kujtohet që unë pata rreziku edhe veten time, edhe
edhe familjen teme që me shku në Beograd, kur Qaraleva dhe Dula autobuset nuk kalojshin. Ka qenë e bllokuar për shkak të luftës që ka qenë. Dhe autobuset kanë shku përreth nëpërmes Brezovicës, kanë dalë në Maqedoni, në Kumanov, pe Kumanovës kemi kalu në Preshev, Nish edhe në Beograd. Unë kam bo 36 orë, që zakonisht autobusi prej Prizrenit deri në Beograd i ban 8 orë. E unë 36 orë, ku në gjdo 2 kilometër naleshin edhe na legjitimoshin. Edhe bëjshin policia, ku po shkon, pse po shkon. Okay? Unë më kujtohet që ajo ka qenë momenti kur unë jam, si me thanë, s'pëdu me e përmend fjallën, kam kërku halal prej familjes teme, po edhe njëherë thasha si përshëndet nëse nuk e di, kthehem gjallë, diçka është. Por unë e rrezikova me lan edhe gruan me 2 fëmijë. Plus edhe prindrit e mi. Me shku për çka? Tash, kur pe shpjegoj këto, kur edhe njëherë po e ripërsëris, pa thom, çka ka qenë ajo, kam mujt unë me shku, me jetë. Edhe për çka? Për një edukim, po, pa ta thanë që asi. Edhe atër, rrugës në autobus, unë pa ta thanë që nëse mu ndodh diçka, kisha me pas dëshirë me shkrujt në një fletore, me lanë amanet. Dhe nëse vdesi une, me thanë që asi, që ky njeri ka lind për psikoterapi, edhe vdiq për psikoterapi. Okay? Dhe tash, a është kjo transformim? Po, kjo është një hap të cilën unë kam dasht me i bo, okay? Edhe e kam bo, dhe jam këthy shnoshe rahat, gjallë, okay? Kam gjithë familjen të me shnoshe rahat, gjallë, okay? Por edhe në anën tjetër fitova diçka të cilën unë kam pas pasion për atë, sepse e du këtë punën të eme të cilën e boj dhe edhe investoj vazhdimisht. Okay? Prandaj transformimet tek unë janë vazhdimisht mu updateu, me e shtu diçka. Apo bona një enver tjetër? Po, është vete që bo një enver tjetër. Dhe kër e shikoj mbrapa vetën teme, aja është që enveri, kornizat janë të njëjta, por përmbajtja nuk është e njëjtë. Prandaj me rëndësi është se çka ka përmbajtja. Okay? Shembull, nëse dikujt doni me e bo një kek apo një tort të bukur për ditëlindje apo për çfarë gjë tjetër. Dhe i boni gjithat ato përmbajtjen i keni bo. Por tash, nëse doni tash mu duk pak ma mirë, okay, tash këto gjërat e reja që po bëjnë po qesin shumë do zbukurime të ndryshme. Mirë po, kur po vjen për shembull, kur po duhet me i prem me hangër, po thë, jo këto mos e ha se kjo nuk hahet. Kurse ne kur kemi bu ato tortat e preshe, ke pas ato i qim ato qërshia, sende, është e fjalla qërshia mbi tort, okay? Edhe na këtë sendet ke hajshim. Tash jo tash po blen gjitha tortat për bukuri, edhe po thot, jo këto nuk han këto sendet. Çka janë këto? S'di çfarë janë, plastika, vetëm për me bo për më duk më mirë aty, okay? Dhe tash nëse këtë shembull e marrim si një transformim është një lloj transformimi, por po e humb atë vlerën e vet. Pra thjesht unë nuk jam vetja ime ma. Nëse e qesin në atëfar zbukurim. Kjo është maskë në psikologji dihet. Maskat janë, vetëm edhe personaliteti është një lloj maske. Okay? Prandaj unë jam i thari asaj që të ruhet ajo origjina jonë që i kemi aty. Unë nuk kam qef me maska. Maskat në për teatra, në për filma është okay aty. Shpesh njerëzit rreth neve kanë përjetime që i majnë mrena, po që nuk guxojnë me i nda me tjertë. Na i herë krejt që ka ju duhet është dikush që i dëgjon pa i paragjyku.
Qysh me mujt me i ndihmu tjerët me u hape me i shprej përjetimet e tyna të bashkëprehuna, tuni ata rahate të konë komod me ata që e thojnë. Po, a dini si, së pari na duhet me pas parasysh që çdo person është individ në vete. E ka stilin e vet, e ka konceptet e veta, e ka filozofin të cilën e ka ndërtu me kohë. Por që nuk ka përfundu, por vazhdimisht e updateon, e zhvillon, por gjithmonë ka diçka që e mban për vete. Që atë që e mban për vete, shpesher karakterizohet jo me egon ton, po karakterizohet me veten ton. Anglisht që quhet selfie, veten ton. Egoja është hulumtu mjaft dhe shumë dihet për egon. Shpesher këtu është gabimi më i madh që edhe shkencëtarët ndonjëherë e përzin egon me atë veten. Por egoja nuk e karakterizon vetëm atë unin ton. Egoja karakterizon më tepër atë çka na e kemi kriju me zhvillimin ton. Por vetja jon, përveç që karakterizohet me zhvillimin ton të personalitetit, ka diçka që është shumë thellë në veten ton. E që shpeshherë kjo mund të quhet edhe si në aspektin shpirtëror. Pra, thjesht ne disa fenomene edhe në psikologji, por edhe në shkencë përgjithësi mund të zbulojmë, por janë disa gjëra të cilët ajo vetja jon është shumë thellë e ngulitur tek ne dhe ne ndonjëherë pa vetdijen ton na mundohemi atë me heqit përpara. Për shembull, njerëzit për shkak që e kanë mburojat e tyre dhe varësisht edhe prej ndikimeve kulturore, por edhe edukatës, ndonjëherë dojnë me mblu veten. Dhe pastaj shtrohet pyetja, a është kjo sinqeritet që don apo jo? Shembull konkret kam e dhënë, për shembull, para 2 viteve u bë kismet unë me shku, deshti Zotit që me shku bashkë me shoqen time në umre. Edhe përveç ato rituale të obligime të cilat kemi pas me i bo, unë vendosa me shku me pa dhe me ndijat thedh vetën teme në shpellën në Ira. Ishte kogja sfiduese, është dash me hyp në për shkallë, kogja lartë ishte dhe thash unë du me shku. Kur mbrina veç në hymje, e pash plot njerëzit ishin aty. Nuk ishim aq shumë, po veç ka pas pak ishte e vështirë si me deportu. Unë dëshira jeme ka qenë që të futem brenda edhe të ndi atë që kam lexu për pejgamberin alayhis salam. Dhe diqysh e shtyva veten, por është shumë interesant çdo momentet unë tash po e shpjegoj. Po i tregoj juve, po ritregoja juve, mirë po ato ndjenjat s'po muj me shpalos. Dhe në momentin kur u futa mbrenda, edhe s'di çush e gjeta veten time të shtrirë kokër shpine, okay? Dhe vetëm e di që një zë dul prej meje. Dhe zëri që ishte mandej, kur u zgjova, pas disa sekondave, ndoshta edhe 1 minutë, kur u zgjova e nita të njëjtën zë të cilët e përshpërishin edhe të tjerët. Dhe ajo ka qenë Allahu Akbar. Kjo është ajo mshirtësia, nuk ka të bëjë me sinqeritet apo jo sinqeritet, po ka të bëjë me atë që thellësisht në shpirtin ton na e ndim.
Edhe tash nëse mundomi këtë me parashqit në fund të shkrimit, është shumë e vështirë aty. Prandej na nuk I thojmë thuaj ndjenjat e tua, po shprehi ndjenjat e tua. Dhe shpeshherë kemi momente kur përgjigja është nuk po di, s'po di çush me e shpreh, por atë e ndin. Okay? Prandej neve na mjafton ndonjëherë njerëzit të zbresin në thellësinë e tyre. Që zbritje në thellësinë tonë do të thotë edhe shprehja e ndjenjave. Ju e dini që në psikologji dhe në psikoterapinë trupore shpeshherë ne ndjenjat tona e shprehim edhe nëpërmes trupit tonë. Okay? Dhe çdo mimik, çdo lëvizje të cilën e bëjmë është si nxitës nga thellësia jonë. Prandej mos I detyrojmë njerëzit për shembull vetëm me e shpreh, sepse ndonjëherë fjalët që dojmë na me e shpreh nuk përputhen me ato ndjenja tona. Prandej shpeshherë edhe një terapist edhe një psikoanalist ka pas thënë fjalët ndonjëherë mund të gënjejnë, por ndjenjat asnjëherë nuk gënjejnë. E tash është çështja e profesionalizmit tonë edhe të përvojës tonë si me kuptu që vërtet ndjenjat tona nuk po na gënjejnë, po fjalët mund të gënjejnë. Përvojat sfiduese shpesh na formojnë më shumë se sukseset. Ato janë mësuesi rrept, po I drejtë. Cili është mësimi më I madh që e ke nxjerrë ti prej përvojave tua të vështira? Kështu kur po kujtoj në fëmijërinë time ka pas ato momentet e vështira prej të cilave në mënyrë indirekte ka mujt me nxjerr mësimet. Indirekte po them për shkak se atëherë unë kam qenë pak më I vogël aty dhe më shumë që kam dëgju prej familjarëve të mi aty që kanë qenë. Dhe për shkak se unë rrjedhi prej një familje ku xhaxhai im ka qenë në ballin kombëtar dhe familja jonë ka qenë e përsekutuar aty, për shkak se atëherë në vitin 1943 kur është mbyll kufiri me Shqipërinë, ai ka mbetë në Shqipëri, se s'ka dashur më kthy këtu, për shkak se ka qenë I rrezikum, se ka qenë në ballin kombëtar. Edhe familja jonë gjithmonë ka qenë I përsekutuar për shkak se çdo 27 nëntor para 28-s dita e flamurit që ka qenë, babën teme thjeshin në polici për mu lajmëru, me këshur a kemi lidhje me xhaxhin e tjera. Edhe e di, unë kam qenë I vogël kur si më tregoj ke baba që një dimër kogja I fortë që pas ka qenë edhe pas kanë ardhur dhe pas kanë qitë si jashtë prej shtëpisë në borë, edhe kanë nalë pa ushqim, ftoft, pa kur gja, dimën I fortë, plus babën pas kanë marrë dhe pas kanë shti në burg, në ujë deri këtu dhe kur tregoj ke baba për shembull se si është ngri komplet trupi I tij dhe prej asaj mandej edhe ka fituar edhe një smundje. Unë fillojsha ma vonë, fillojsha me mendu më thanë që si çka është kjo, çka mundemi mundem me bë diçka, çfarë mësim mundem me nxjerr nga kjo aty. Edhe mandej lufta 99-ën këtu te në Kosovë, unë atëherë isha si terapist, psikoterapist, por edhe punojsha si psikolog në ordinancën time private, dhe kemi pas në shtëpinë tonë refugjat, diku rreth, ndoshta parafërsisht rreth 40 deri më 50 refugjat. Dhe në atë kohë unë doisha diqysh me qetësu
qëta antarë që janë kontenat, qëta refugjatët. Ato refugjatët nuk kanë qenë refugjat tipik, po kanë qenë për shembull, ka qenë baxhanaki me familjen e vetë, pastaj vjehra, pastaj do të afërmit tonë, kretë se ne jemi 5 vllazën dhe u bonëm diku rreth 40-50 veta. Edhe problemi ka qenë kryesor që te ne në Prizren në atë kohë fillojshin policia vishin nëpër shtëpi me marr trit. Me një pretekst që me i qenë këto istikamet, me i qenë para kufirit me kuksin, por qëllimi ka qenë që këta me qenë në vijën e parë që bombat e NATO-s mos me gjujt, ushtarët e Serbisë, por me vendos këta, shqiptarët, trit aty. Edhe ne ka qenë shumë interesant që prindrit atëherë na çojshin nëpër tavane, na mbledhshin diku aty që nëse kur vishin në kontroll, s'ka. Mirë po, një moment shumë interesant ka qenë që hiç pa e ditë, baba jam, na pa e ditë, baba jam kishte mendu një strategji çka me bo, kishte shku, kish marr këto si quhen këto që kur prejnë këta sharaxhit kur e prejnë ajo që mbetet prej druve, dyk, edhe krejt kish mush një thes dhe për skaj murit të dera, plus edhe një kanë benzin kish marr edhe kish mbyll derën. Edhe i kish bo ai me mendjen e vet që unë nuk i lejoj që policia e Serbisë të futet në shtëpinë time, ma mirë para se me vra ata neve, ma mirë unë e kolli këtë familjen time. Kur unë e pash për shembull një gjë të tillë, thash, hetu bob, tha ja, tha, këtu ata me hi gjallë, këtu jo. Thash bob, po nuk bën kështu aty. Derisa e binda unë, e thira këta të tjerët që kanë qenë aty, edhe thash, hajdeni këtu dhe unë kam me bo një meditim. Tash shikoni, nëse tash ju e boni pyetje qysh meditim në kohën e luftës edhe në pasiguri, sepse meditimi bëhet kur është vendi i sigurt. Dhe unë po du me i bo një meditim vetëm me zhvendos vëmendjen e tyre prej sulmeve të që po bëhen edhe lufta që është duke bërë, unë me zhvendos. Por aty ka qenë dy momentet. Momenti i parë ka qenë që me zhvendos vëmendjen e tyre, por në të njëjtën kohë edhe babën me xhbind që me hek, me pastru oborin prej qytetëve plukave edhe çfarë kontën e benzinit që ka pas aty. Kjo ka qenë një moment i vërtet i vështirë, të cilën unë muj me nxjerr shumë mësime nga ajo aty, për shkak se njeriu së pari duhet me vendos veten në qendër e jo të tjerët. Prandaj çdo gabim që bëjmë nuk duhet të vlerësohet si gabim, por është më rëndësi që të vlerësohet si mësim për të mos bo gabimet të ngjashme ose të njëjta. Se shpeshherë ne në jetën tonë bëjmë të njëjtat gabime. Na e thojmë për shembull që po du me lan për shembull cigaren. Edhe i lë një javë ditë. Dhe e di që po kam lan cigaren, por mas një jave nuk muj me rezistu dhe prapë e marri. Dhe kur e bëjmë pyetje, e pse e more? Që vallai smujta me rezistuati. Po prapë kam me lan. Dhe prapë përsërit e bën një javë ditë dhe ditë apo 2 javë. Dhe këto janë gjërat të cilat njerëzit nëse nuk e nxjerrin mësimet nga gabimet e tyre, atëherë nuk ka zhvillim. Prandaj para se me bësh zhvillimin, duhet thjesht me e ditë se me nxjerr mësimin nga dështimet apo nga gabimet. Më kujtohet një fjalë e profesorit tam atje në Gjermani, Nosrat Pesheshkianit, thoi ke kur nipat e tij kishin rrapë provimit aty, edhe kur i vetë ke profesori, pra gjyshi, i vetë ke nipat e vetë, thoi ke
nuk e vetë ke asnjëherë, a keni kalu provimin, por vetë ke a ka qenë mirë për juve provimi. Dhe kur ata thoshin që jo gjysh se s'kemi mujt me dhanë, ai i bojke pyetjen, kur është termini i rallës, kur e keni afatin tjetër? Pra thjesht jo çështjen për shembull unë gabova edhe me ndeshku, por thjesht me nxjerr një mësim se çka unë mundej me i bo ma mirë për herën tjetër. Dhe kjo është ajo zhvillim edhe rritje që në të njëjtën kohë që më herët folëm për transformim, dhe kjo është ajo një lloj transformimi. Profesor, në për rrugtimin ton, edhe gjatë rrugtimit ton si profesor, ti ke kalu shumë peripeti që është edhe përmende, po prej te e kanë dalë edhe shumë studenta edhe shumë psikoterapistë në shtatë zotë sot. Qa kishe mi u thonë ti atyne edhe, qa kishe mi rekomandu gjatë këti rrugtimi edhe, qysh ata me plotsu atë botën e tyne, atë balancin e tyne të brendshëm, po edhe në raport me profesionin e tyne në punën që ata bëjnë? Po mas pari gjithmonë unë kam ceket e studentëve që në fillim, kur jam taku edhe në ligjëratat e para, i kam thënë që së pari ju duhet me dasht atë për çka keni ardhur. Pra, nëse ti don mu bo psikoterapist, atë dush me dasht psikoterapi. Kjo është shembull po japi, sikur për shembull me thënë që nëse ti pëlqen një person, okay? Pra rinia për shembull thot jam dashurnu në këtë aty. Unë them që hajde të dashurohemi në profesionin tonë. Pra, dashurohu në profesionin tonë. Dhe pastaj që kjo dashuria gjithmonë ka me të ngre që ti mos me lan mbrapa profesionin tonë. Prandaj jo çdo kush bie në dashuri me profesion. Sikur që jo çdo kush bie në dashuri me një person. Prandaj personat të cilët kanë radhë në dashni me profesionin e tyre, atëherë ata kanë investojnë dhe kanë investu të jetën për me pas atë çka ata kërkojnë. Prandaj këshilla jeme për studentët edhe për studentët e ri, por edhe për studentët të cilët tani që janë profesionista, që janë kogja të zotë dhe punojnë dhe kanë rezultate të mira, plus edhe po mirën edhe me punime shkencore, pra po publikojnë, prapë them që mos u ndani nga dashnia e juaj që i keni ndaj profesionit e juaj, sepse ajo juaj ju zhvillon, ju e zhvilloni profesionin e juaj, kurse profesionin e juaj zhvillon juve. Profesor, unë jam shumë e nderume për gjithë këto përjetime që i ndam të dy bashk, edhe jo me bindun që secilit prej neve na ka shërby në format më të mira, e sidomos studentave tu, po supozoj. Kështu që të falenderoj edhe një herë që ishe pjesë dhe uroj më të mirat, shëndet plot, edhe jetë gjatë, edhe të paqim shumë gjatë afër vetes. Faleminderit Besarta, ishte kënaqësi për mu të jem me ty që shumë rrallë unë i pranoj këto për shkak angazhimeve të mia me dhanë çapo di intervista apo për çfarë do teme të ndryshme të caktuara, por ishte kënaqësi dhe ishte vërtet një ndjenje e veçantë që deri më tani asnjëherë nuk e kam shpreh gjërat të cilat vërtet në pyetjet e tua atë mbrendin, atë veten teme me i shpalos, ndoshta as me familjarët kaq thellësisht nuk e kam shpalos, por ishte një kënaqësi edhe po vjen mirë që le të ndëgjon edhe audienca. Faleminderit shumë. Jam e bindun që ka me qenë shumë e dobishme, edhe sidomos në këtë format që s'kemi pa, ndoshta kur, ndoshta dikush edhe shumica për herë të parë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju. Shikus dashtun, nëse ka diçka që mundemi me marrë për kësaj bisede është fakti se njohja drejt vetës është një udhtim që s'ka fund, po çdo hap drejt saj na bën jetën më të pasun e më kuptimplote. Faleminderit që na keni dëgju, e nëse e keni ndjetë që kjo bisedë ju ka shërby, ndajeni me dikon që mundet e pas nevojë me dëgju. Deri në episodin tjetër, ju përshëndes, paqe brenda dhe rreth jush.